Aksioni parë i organizuar ka qenë Drenas, ku në stacionet të autobusëve janë bra, afër stacionet të autobusëve në Drenas janë bra 2 policë. Në vitin 83 është vrarë një inspektor i sigurimit shtetëror Betush Beka. Ato kryesisht i ka bërë një siti i Zahir Pajazitit. Me këtë punë fillimisht është marrë Gjavit Haziri, po mas i ra Gjavitin bërë në vitin 93 është marrë Najt Hasani, Gjiladin Goshi, Hashimi, Kadriu, Sokol Bashota, Zahir Pajaziti, këto veç u lidhen Najiti, u lidhen me Zahirin, me Ademin dhe fillun në atë shtapin operativ, po që para kësaj ka pas aksione, ka pas aksione edhe në Prizren, ka pas aksione në Lap, ka pas aksione në Drenas. Aksioni parë i organizuar ka qenë Drenas, ku në stacionet të autobusëve janë bra, afër stacionet të autobusëve në Drenas janë bra 2 policë. E më vonë pastaj ka qenë aksionet e Hekurudha, ku janë bra dhe disa policë të tjerë, po ka pas aksione edhe në rrethin e Mitrovicës, edhe në Lap, do thotë në vitin 83 është vrarë një inspektor i sigurimit shtetëror Betush Beka. Ato kryesisht i ka bërë një siti i Zahir Pajazitit. Dhe pastaj gradualisht kanë filluar me marrë formë aksionet, po dhe me marrë formë organizimi. Ne kem dashur, kem pas presion që ti morëm përsipër aksionet të mëdha në vitin 93, por që nuk kemi qenë gatshëm sepse ne kemi thënë që Lëvizja Popullore e Kosovës është organizatë politiko ushtarake, mirë po përsipër do t'i marrim kur të kristalizojmë organizimin ushtarak, që do ta kemi një hierarki shtrirje dhe horizontale, por edhe një vijë komanduese, e që pastaj pjesa ushtarake do t'i merr përsipër jo vetëm aksionet, por dhe organizimin e kryengritjes. E ne jemi përpjekë që pastaj politikisht edhe të justifikojmë aksionet edhe të gjejmë forma se si të mbështeten. Kështu që praktikisht strukturimi i iniciativave është bërë me vendim të mbledhjes së 4 përgjithshme, kurse pas arrestimeve që i përmendëm më herët, është shtyr operacionalizimi i vendimeve të mbledhjes dhe me bartjen e kompetencave pas themelimit të Fondit Vendlindja Thret. Fillimisht në Fondin Vendlindja Thret kanë kontribuar vetëm anëtarët e Lëvizjes Popullore të Kosovës dhe që ai fond ka qenë i destinuar për me ndihmu luftën. Nuk ka pas një kontribut shumë të madh sepse edhe në atë kohë nuk kemi qenë shumë. Kurse me shtrirjen e operacioneve luftarake u zgjenua dhe gama e kontribuesve në fond. Pas kalimit kompetencave të tega jashtë vendit, ata dikun me 17 nëntor mbledhja e kryesisë është vendosur që ato njësite të strukturuara të quhen Ushtria Shkrimtare e Kosovës dhe që pavarësisht që është arrestuar Gjaviti, veprimtarinë e ka vazhduar Nahiti, Najt Hasani, Gjiladin Goshi, Azem Sylla, Sokol Bashota, Zahir Pajaziti, Adem Jashari, gjithë këta veprimtar, kurse jashtë vendit ka qenë ngarkuar nga mbledhja që e ka vazhduar në mënyrë permanente Gjavit Haliti.